Villat luksoze të Maricit. Sa po shkon një ari tokë? Qashtu 3.500-4.000 euro, qashtu po sillen kënej. 60.000 euro tha vllau, tha e ka villën. Domethënë deri në 60.000 euro shkon një villë. Përderisa po i shohim veç villat, po e dim që po fillon me u bë një vend luksoz. Sa mundet me kon për shembull një villë? Ka villa edhe në 60 një varet 2 orë, janë varet dikun më mirë 9.000, dikun pak më se ndoshta edhe më lirë. Është një shumë marramense, po që ata që kanë mi ble paqare. Përshëndetje për krejt miqtë mi edhe sot nga unë Eliona. Sot jemi në fshatin Marec, jemi orë këtu sepse mbrapa me po e keni nderën edhe ju me po villat luksoze të Maricit. Jemi në këtë fshat sepse kemi dëgjuar se ka shumë villa. Shtëpia normale kështu të banueshme nuk po shohim e as njerëz, përderisa po i shohim veç villat, po e dim që po fillon me u bë një vend luksoz, sigurisht edhe fshatrat e tjerë të Kosovës. Rrugës jemi të shku edhe me pa ndonjë plakat, diçka që ka numrat vendosura në ato për të telefonu dikon prej tyre me na tregu se sa po shkon një ari tokë ose një villë për afërsisht. Hajdeni bashkë me mua. Të dashur miq, gjatë rrugës që ne po e bëjmë këtu në fshatin Marec, jemi të hecë dhe mbrapa me po shihen që janë disa villa duke u ndërtu. E bashkë me villën është një punëtor që është të punua aty për villën e vet. Ai nuk doshi me u prononcu para kamerave, por na tregoi që domethënë para 4 viteve ai e ka ble arin këtu për me ndërtu villën rreth 3.500 euro, domethënë para 4 vjetë. Sot për sot nuk e di tha se sa është u shku, po që është duke ndërtu villën e tij në vlerë 30.000 euro. Nuk dashim me u prononcu para kamerave, po në pankarta që jemi të i bë këtu në fshatin Marec, kemi pa numra me cilët janë të vendosur edhe kemi vendosur me i thirr me na tregu sa është vlera e arit apo e villave, veç nëse dojmë me na tregu. Ashtë na i hapin, a? Përshëndetje për juve. Përshëndetje. A më ditë me kanë jam të fol? Me Agimin, me kam po flas? Okej, Agim, jam Eliona, gazetare prej portalit në Tiranë. Na jemi këtu në fshatin Marec, edhe pam numrin e juaj këtu të vendosur me një pankart që ose po shitet ari apo villa nuk po shënon diçka tjetër përveç numrit. Edhe dashtëm me të pyet këtu me ju xhiru nëse veç na tregoni sa po shkon një ari tokë ose villa ose diçka që ju shitni. Po valloj, qashtu 3.500-4.000 euro këtu në Marec kam bu villa shumë. Kam bu villa shumë të mira. Qashtu, unë e kam veç tokë, nuk kam villë. Ti ke veç tokë? Po, e kam trashëgume. Sa është një ari tokë për shembull? Po qashtu 3.500-4.000 euro, qashtu po sillen kënej. Sa ari I ki krejt komplet? Po varet se I kam kështu me parcela më I mindo, se zakonisht I lipin për me maru villa, po kupton? Për me orë pushim me vikendeve kështu varet. 5 orë, 10 orë, 3 orë, 2 orë, varet sa qysh tek. Villa tha që nuk keni nderum apo? Unë ju, po kanë, nëse janë për shembull të interesuar për villa, kanë familjarët e mirë, shoqënia kënej, kanë villa kënej, varet për investimit, po ka villa. Sa mundet me kanë për shembull një villë? Ka villa edhe në 60 një varet, qysh e dën personi, varet qysh e bujnë planin. Nuk e di tash, ka villa edhe ka 60.000 kënej. Villë 60.000 euro. Po varet qysh e marrëna, njëri për çeft vetën e bën, apo kupton, ka që I blejnë kështu për mi lshu me qeroje këtu edhe dimnit bëhet mirë. Ja po. Qështu. E tregom Bacagim se kështu na femra nuk është e fort ja kemi haberin me këto far. Sa ari duhet me kon për një villë për shembull? Sa duhet me shku edhe tregom vlerën nëse janë 3 ose 4 ari për shembull? Sa duhet me kon komplet vlera? Varet brevot, tash njerëz nuk qysh kallzova, njerëz për herë të marrin për shembull mi maru kështu plot vogla e pëlqejnë me qeroa, po kupton? Po. Se këtu edhe verët edhe dimnit është kështu si qysh me thon si fshat I mirë, po mi e bukur. Po e shohim edhe ne. Varet tash ka edhe familjar që janë orë kam ble për veti me kalu ndaj fundjavë, ndaj vikend.
e varet aty domethënë sa i vyn, çish i vyn. Po zakonisht për një vill, kështu për shembull për një familje e kalon një fundjavë, 2 orë janë po menoj të mjaftueshme tash. Sa është vlera e çatyne 2 orë? Sa është vlera e saj? Sa i bjen? Po të kallzova, një orë kënej po sillet 3500 deri në 4000 tash. Qysh tash. Nëse i bjen për shembull 2 orë tokë, nëse më duhen 2 orë tokë, pe bjen ka 7000 euro. Po edhe qashtu, po varet tash pak edhe te pozites, apo kupton, varet 7000, 8000, varet dikun ma mirë 9000, dikun pak ma se nashta edhe ma lirë, po nuk çaty domethënë sillet tash, unë më me fol veç për punën time, apo kupton, tash për kështu për tjerëve nuk më mirin mes që tojnë ana. Po. Në rregull, faleminderit shumë bat. Faleminderit shumë për përgjigjet. Ditën e mirë. 60.000 euro tha vllau, tha e ka villën. Do më thonë deri në 60.000 euro shkon një villë. 3.500 po shkoj ka një ari tokë, që i vjen koka njëjtë mesatarja sikur para 4 vjetë edhe sikur tash, 3.500 një ari, po nëse pibe ka 2 ari tokë 7.000 e nalte. Është një shumë maramense, po që ata që kanë mi ble paqare. Këto do më thonë janë çmimet edhe vlerat me të cilat i mban fshati Marec në villat edhe arin e tij. Pra të dashur miq, këto ishin shumat marramense dhe vlerat me të cilët i mban fshati Marec. Ishte ky i gjithë materiali përgatitur këtu në fshati Marec. Nëse keni dëshirë na takoni edhe në fshatrat e juaj, na shënoni në faqen tonë në terren. Prej Marecit deri në fshatin e juaj, mirëmbëjtje. Ç'është duket jeta në Kosovë krahasim prej më herët edhe tash? Rregull, ka përparime, ka zhvillime, Ka përparime, pra. Tregon pak nëse veç ka ndryshuar diçka negativisht në Kosovë. Papunësia kjo e ka përcjell gjatë jetës, ashtu mërgimit që po dalin trit jashtë. Sa po është kjo e mirë ose sa është e dëmshme? Jo, dëmshme e mirë sa heq, e dëmshme shumë. Vend që me konë vend vete, me kontribu për vend vete, po do të me shku jashtë. Për bojnë kushtet. Cilet televizionin ju? Jemi portalin terren. Portalin terren. Tregona pak nëse veç qa kishe boti nëse ishe këthy dhe njëherë në rinia kishe dal jashtë, nëse kishe paramenu jetën kështu në Kosovë? Pa i shtirë është një parashiko gjona çfarë vinë, po që kjo gjendje qështu po i detyron? Po i detyron, gjendje shumë e rëndë. A mendon se duhet me u kthy prapë rinia në Kosovë dhe me vepru me jetu? Pa me punu dhejtësia pak ma mire, me ju kriju vendet punëse, me siguri gjithkush ka që me qenë vend vete, ofër familjese, me kontribu vendit vete. Disa gjakov derë për këtë liri, to i falendru për i komandantit legjendara Dem Jashari o që këse. Sham në tonë për shumë që pa drejtësisht po mbohan ata në hakë që janë, po. Apo ja dim vlerën pak ose hiq kësaj lirie që e kemi sot? Valoj, bre s'po di që ta s'po tregojnë që ta njerëz të pushtetit që kanë interesin ndaj tyne, s'po di kritikat mëdha shumë. Tregoma është një mesazh për fond për krejt rinin që dalin jashtë të shojnë Po, pa krejt rinin, mesazhi im kishte me qenë më kthy, me kriju kushtet, me pas vendet punës, me kontribu për atë 10 vetë, për vend vetë më mirë, se me kontribu për t'jashtmit. Tregoma edhe një gjatë fundit, e shohim se në ditën e sotme të më thonë, krejt fëmijët po i lajnë prind thuajse vetë. Ose janë edhe në disa raste ku i qojnë në dëmë. Çka mendon ti për këtë? Po. Mendoj, po kush mendon mirë për këtë? A ka dikush që mendon mirë? Ju e dini për shembull prindit juaj sa kanë sakrifikuar, sa kanë vujtë, mi u kriju ju jetën e kushtet e tash milon vetmi. Shumë keq. Ai prindi ka nevojë kur të moshohet, kur të plaqet për fëmijë se sa të është i ri. Nuk e ka atë shumë problem, po mosha i kërkon me pas afër mos mall me ta. A po vjen ky si mos respekt i madh ndaj kohës që e kemi lënë pas? Allaj koha jon ka qenë këtë respekt ndaj prindve, ndaj ndërsa sot nuk po di, ndoshta e kanë mirë, po mos po m'pëlqen kjo. Tash prindi ka nevojë mi pas afër fëmijët, nipate. Faleminderit shumë.